أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى الآخر الآية صدق الله العظيم. Hamdi dhe falënderimi I plot I takon vetëm se Allahut fuqiplot, krijuesit të vetëm të kësaj gjësie. Atë falenderojmë, e madhrojmë, e lavdërojmë për çdo mirësi dhe begati që na dha dhe që na bëri pjesëtar të fesë vetme të pranuar, fesë islame. Gjithashtu përshëndetjet e përzemërta e dërgojmë më të dashurit të Allahut në rrezullin toksor, një herë edhe vulës së pejgamberisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti Allahut të madh qoftë mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Amin. Allahu xhalla shanu në librin e tij fisnik në një ajet kuranor ja ban me dije pejgamberit ton alayhi salam dhe në krahas tij dhe gjithë ummetit të tij më pas se kur e filloi ta krijon njeriun ja u bëri me dije me laqeve. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kujto kur Zoti yt u tha melekëve, unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës. Pra, ata që e lexojnë Kur'anin, kur ta hapin atë për ta lexuar, do ta shohin nëse e lexojnë me vëmendje se historia e parë për të cilën bisedon dhe na tregon Allahu xhalla shanuhu në librin e tij fisnik është historia e njeriu të parë e babait të njerëzimit e Ademit alayhis salam. Të cilën histori Allahu xhalla shanuhu tregon në 25 vende të ndryshme në Kur'an, pra në 25 sure të ndryshme. Po ajo që është interesante është se bëhet fjalë për të njëjtën histori, tregohet e njëjta ngjarje, përcillet e njëjti mesazh, e gjitha këto me fjalë tjera. Në 25 vende të ndryshme e njëjta ndodhi me një fjalë të tjera. Nëse të njëjtën gjë do t'ja kërkonim ndonjë autori, ndonjë dietari të shkruajë ndonjë libër të tij që më herët e ka shkruar, e ka përfunduar, të shkruan të njëjtë libër, të përsëris, mirë po ta përcjell të njëjtin mesazh, tash me fjalë tjera. Do të ishte shumë e vështirë e shumë pak do të pranonin. Ndërsa këtë Allahu xhalla shanu na tregoi me historinë e Ademit alayhis salam në 25 vende të ndryshme, kjo neve na jep me kuptu se Allahu xhalla shanu është I gjithë ditur dhe dituria e tij nuk ka fund. Allahu xhalla shanu në Kur'anin Kerim në këtë ajet na bën me dije për historinë e njeriu të parë dhe se kur e fillon këtë ajet thotë kështu, kujto kur Zoti ju tha melekëve, unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës timin. Tash pyetja që mund të lindë është kjo, mos vallë Allahu xhalla shanuhu deshti të merr leje nga melekët për ta krijuar njeriu? Apo nëse melekët nuk do të kishin dhënë pëlqim, Allahu xhalla shanuhu do të na krijonte apo jo? Janë këto pyetje që mund të lindin në mendjen e njerëzve pasi lexohet kjo ajet kuranor. Mirë po, përgjigja është kjo se Allahu xhalla shanuhu thjesht ja u bëri me dije, I informoi melekët me këtë krijesë të re, I njoftoi melekët me këtë krijesë të re dhe njëkohësisht ju u bëri me dije melekëve obligimet e reja me të cilat do të ngarkohen. Pra, disa nga ato prej melekëve u ngarkuan me shënimin e veprave të kësaj krijese, kiramen katibin, fjalët e mira, veprat e mira I shkruan me laqe e krahut të djathtë, fjalët e këqija dhe veprat e këqija I shkruan me laqe e krahut të majtë. Disa melek tjera u ngarkuan që t'i mbrojnë besimtarët nga kjo krijesë prej fatkeqësive të ndryshme eventuale. Po shohim shpesh në botë, në vende të ndryshme të botës, kur po ndodhin tërmete dhe ndërtesa 2-3 katëshe të lartë rrëzohet, rrafshohet me tokën, ndërsa pas disa dite
del ende njeriu gjallë ndër ato gërmadha. Kjo pra është fuqia dhe mbrojtja e Allahut xhalleshanu ndaj kësaj krijese, pra ndaj njeriu. Me këtë Allahu xhalleshanu jo që i mori pëlqimin e melekëve për ta krijuar apo jo njeriu, po thjesht u bëri me dije melekëve se kjo është një krijesë e re dhe ju keni detyra të reja tash e tutje ndaj kësaj krijese. Kjo neve na jep me kuptuar një sen se në artin e administrimit të suksesshëm thuhet sot nëse nuk dialogon nuk arrin sukses. Pra Allahu xhalleshanu e përdori këtë metodë për të na bërë me dije neve se edhe ne duhet që për meselet, për çështje të ndryshme në brenda familjes, duhet që udhëheci i shtëpisë ta përdor metodën e dialogut me anëtarët e tij familjar që i ka brenda në shtëpi. Një pyetje tjetër që mund të linë nga ky ajet kuranor, të cilin Allahu xhalleshanu na shpalli, është edhe ajo se përse atëherë Allahu xhalleshanu e krijoi Ademin alayhis salam në xhennet, pasi paraprakisht ishte caktuar që ai të jeton në tokë. Ai i thot dhe ne e u bënëm me dije melekëve se do ta krijojmë një krijesë të re si më këmbës i Zotit në tokë, thot Allahu xhalleshanu. Pra ende para se të krijohet njeriu është përcaktuar se ai do të jeton në tokë. Atëherë për çfarë arsye u krijua në xhennet? Kjo na jep me kuptu mesazhin tjetër të Zotit se vendlindja e njeriu është xhenneti, andaj edhe u krijua në xhennet. Na bën me dije se ju në këtë botë jeni kalimtar, ndërsa shtëpia juaj e përhershme është xhenneti i amshuar. Këtë mësibili do të ta kupton ndoshta një vëllai ynë gurbetçar i cili nuk jeton me familjarët e tij në shtëpi, aty ku është. Ai kur kthehet nga gurbeti, çmallet me anëtarët e familjes dhe me vendlindjen e tij. Ai këtë më së miri mund ta kupton, ndërsa ato që jetojnë në shtëpitë e tyre këtë ndjenjë, këtë emocion e kanë vështirë për ta kuptuar. E këtu Zoti deshit na bëjë me dije se ne në këtë botë jena mysafir, ndërsa në botën tjetër jena vendlindja jon pra është xheneti i Allahu xhalleshanu i amshuar dhe jo toka e tij. Pyetja tjetër që mund të lindë është edhe ajo se pasi përfundimi do të jetë xheneti, përse atëherë u desh që Zoti na mundson ne ta dimë se Ademi alayhis salam zbriti në tokë, Ademi alayhis salam hëngri nga pema e ndaluar, Ademi alayhis salam ra në kurthet e iblisit të mallkuar. Ademi alayhis salam kur hëngri nga pema u zhvesh kështu me radhë. Gjithë kjo histori për çfarë u sajua? Për të na bërë me dije neve një sen se ne në këtë botë mund të gabojmë, mund të bimë në kurthet e shejtanit ashtu si që ra në kurthet e iblisit të mallkuar babai ynë Ademi alayhis salam duke ngrënë nga pema e ndaluar. Dhe Zoti deshti që të na jep një formë praktike se si ne kur të bimë në gjuna t'i kthehemi përsëri Zotit me pendim, me taube. Andaj dhe na dha si praktik, si praks, si shembull Ademin alayhis salam. Është e ngjashme me situatën kur një profesor, një mësues mund t'ju kërkon nxënësve që të zgjidhin disa detyra në shtëpi, ende pa ja mësuar në klasë si zgjidhet detyra. Për shembull, nëse mësuesi i matematikës nuk ja mëson në klasë tabelën e shumëzimit dhe pjesëtimit, nuk ka drejt që të kërkon nga nxënësit e vet që të zgjidhin këto detyra. Nëse në klasa ja mëson tabelën e shumëzimit dhe pjesëtimit, atëherë kur t'ju jep detyrat në shtëpi, ka për detyrë, ka për obligim që t'ja u kërkon atëherë ato detyra. Nga se paraprakisht ja u ka treguar shembullin dhe si zgjidhet ai problem. Edhe me këtë shembull Allahu xhalleshanu deshit na bëjë me dije nëse edhe ju mund të bini në kurthet e shejtanit të mallkuar. Po e keni shembull babain e juaj, prindin e juaj, njeriu e parë, edhe ai gaboi, mirë po u pendua, ju kthye përsëri Zotit.
edhe në mesin tonë sot kemi mjaft pema të ndaluara, të cilat simbolizojnë pemën e ndaluar të Ademit a.s. në xhennet, sikurse shembull droga dhe tregtia me të, alkooli dhe pirja e saj, immoraliteti dhe jeta morale. Këto janë pemat e ndaluara të kohës së sodit. Andaj e kena shembull pendimin e Ademit a.s. babait tonë në këtë drejtim, pra kur të gabosh, me njëherë ktheu Zotit bën tauba pendim. Jo rastësisht edhe Allahu xhalleshanu e përmendi 25 herë këtë histori për të na bërë me dije edhe njëherë se mëshira e Allahu xhalleshanu është e madhe, andaj mos hek dorë, mos u dëshpëro nga mëshira dhe rahmeti i tij i madh, i pakufishëm. Kështu që kur dalsh në ditën e Kiametit para Allahu xhalleshanu, mos të jepet arsyeja tash thuash o Zot nuk e dija. Për ta eliminuar këtë përgjigje, Allahu xhalleshanu na jep këto shembuj të ndryshëm në librin e tij Fisnik, duke filluar nga pejgamberët e tij dhe njerëz të mëdhenj gjatë historisë që kanë ardhur deri në sot. Për atë të thuash nuk e dija të Zoti nuk pranohet sot si arsye, nga se fjala e parë që Allahu xhalleshanu e zbriti për këtë ummet, për ne pra deri në ditën e Kiametit, është Iqra, lexo, studio, hulumta, analizo, gjurma e kështu me radhë. Pra, pa lexuar, pa studiuar, nuk mund të arrish diçka. Edhe fëmiu kur lind në këtë botë, nuk fillon me njëherë të hecë apo vrapon, nga dal. Mirë po, pa lëvizur ai nuk mund që të mësohet duke hecë. Kështu që edhe ne duhet të fillojmë me hapat e para, pastaj një hap pas hapi do të vijë suksesi me lejen dhe ndihmën e Zotit inshallah padyshim. Pyetja tjetër që mund të lind nga ajeti që e lexuam është edhe ajo se përse duhej që Ademi a.s. të zbres në tokë, përse të mos qëndronte në xhennet, përse gjithë të sprova, gjithë të vuajtje në këtë botë kalimtare. Nga vetë natyra e njeriut është se kur diçka e merr dhe e fiton pa u lodhur, pa u munduar, pa u djersitur për atë, nuk ja di vlerën. Është e njëjtë sikurse një baba t'ia blen fëmijët të tij, djalit të tij një vetur, dhe tash nëse do ta analizojmë me vëmendje këtë shembull, a thua vallë fëmiu i tij, djali i tij, sa vëmendje do t'i kushtojë asaj veture? Nuk do t'i kushton vëmendjen e duhur, nga se babai ja bleu atë vetur, nuk e bleu vet, me mundin e vet, me djersën e vet, me kontributin e vet. Nuk sakrifikoi asgjë nga vetja. Dhe kjo është natyra e njeriut. Përderisa ai nuk sakrifikon diçka nga vetvetja e tij, nuk flijon diçka nga vetja e tij, është i prirur të mos ja dinë vlerën asaj. Tregohet për një baba dhe një bir, dikur jashtë qytetit jetonin, dhe një ditë prej ditëve babai tash po i drejtohet birit të tij, o fëmijë, o djali jam, erdhi koha ta kuptosh se si fitohet parja, dinari, andaj i tha nesër të zbresesh në qytet për ta kuptuar se si fitohet parja, si fitohet dinari. Dhe të nesërme, kur bë gati e vladit dale nga shtëpia, nëna duke e përcjellur i dha disa të holla në xhep dhe i tha, o bir, shëtitu në për qytet, pastaj eja në mbrëmje. Biri duke nguar këshillën e nënës së tij, u shëtit në qytet dhe kur u kthye në mbrëmje, ja dorëzoi të hollat babait. Babai i mori të hollat, i shiqoi disa sekonda dhe i hodhi në zjarr, aty afër që i kishte. Djali nuk reagoi as pak. Dhe ju kthye përsëri djalit të tij babai, edhe nesër o bir do të zbresesh në qytet. Në rregull baba, e mori fjalën e babës dhe të nesërmen përsëri duke dalë nga shtëpia nëna e tij, i dha disa të holla pak më tepër dhe po i thot tash, o bir, mos eja aq shpejt. Vënohu sot pak më tepër. Duke nguar këshillën e nënës,
djali del nga shtëpia dhe kur kthehet në shtëpi përsëri dorëzon të hollat babait asaj dite, kinse ka punuar, kinse i ka fituar me djersën e vet, dhe babai i merr të hollat, i shiqon birin, i shiqon të hollat dhe përsëri i hudh në zjarr. Edhe kësaj rendi djali nuk reagon as pak. Dhe po i drejtohet djalit, o bir, edhe nesër do të zbresësh në qytet. Ditën e tretë kur bëhet gati për dal nga shtëpia djali, nëna përsëri duke përcjellur mundua që t'jep të holla. Mirë, po kësaj radhe djali i tij nuk i pranoi. O nën, do të mundohem vetë ta fitoj dinarin, parën. Dhe doli nga shtëpia. Atë ditë u mundua duke ju ndihmuar njerëzve për të quar teshat që i kishin blenë në përpazare dhe vendet të ndryshme deri në shtëpi, dhe secili jepke aq sa kishte mundësi. Dhe kur u kthye në shtëpi i lodhur, i raskapitur nga lodhja e ditës, u ofrua babait dhe ja dha të hollat afër. Babai i mori të hollat, po e shiqon birin, po e shiqon të hollat, duke dashur që t'i hudh në zjarr, biri ja kapi dorën babës. O bab, këto janë pare me djers, këto janë pare me mund, jam lodhur për këto, jam raskapitur për këto, nuk të lejoj që t'i hudhësh në zjarr. Kjo ishte mesazhi i babait për djalin e tij. Edhe këtë Allahu xhaleshanu dhe ishte na jep neve me historinë e Ademit alayhis salam, duke e zbritur në tokë. Se njeriu, nëse nuk do të zbriste në tokë, nuk do t'ja dinte vlerën xhenetit. Andaj dhe Allahu xhaleshanu e bëri që ai fillimisht të zbres në tokë, të kalon provimin, pastaj ta meritoj xhenetin me lejen dhe mëshirën e Allahu xhaleshanu. Padyshim, lutemi Allahun e Madh, i cili është krijuesi i kësaj gjithësie, i cili na mundsoi që të arrijmë këto ditë të bekuara të Ramazanit, këto ditë të mëshirës, këto ditë të faljes, këto ditë ku kemi hyrë në 10 e fundit, pra 10 ditëshin e fundit, ku thot pejgamberi alayhis salam, 10 ditët e fundit janë 10 ditët ku Allahu xhaleshanu i liron robërit e vet nga zjarri i xhehenemit. Andaj lutemi Allahun e Madh për hir të fjalës së tij fisnike Kur'anit Kerimit, për hir të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për hir të këtij muaji të bekuar, të na mëshiron, veprat e mira të na i pranon, me lejen e Allahut xhaleshanu dalbi nga ky muaj i bekuar fitimtar dhe të suksesshëm, ashtu sikurse i gëzohet nxënësi dhe studenti i suksesshëm në fund të vitit kur ai merr dëftesën apo diplomën si nxënës i shkëlqyer, me lejen e Allahut dhul xhelal, me ibadete të pranuara, mëkate të falura. Zoti i ruajt, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.